sa me çfarë çmimi po e shisni juve këto në parcelë si fermer, a keni interes dhe keni patate gjendje nga jo e vjetra apo shitur? Për sa i përket kulturës patates, e reja sa ka filluar me fjalë që tregtohet, edhe për momentin është i çmim 500 lekë, për momentin se nuk e di se çfarë mund të bëj tregu, se flitet që ka treg nga jashtë, edhe pak a shumë prodhimi nuk duket fort keq, po dhe çmimi 500 lekë duke ditur edhe arsyet e shpenzimeve del me një kosto të lartë, mos i bëj fjalë vetës, po njëkohësisht ka dhe patate të vjetër që është e pashitur. Unë personalisht ka mia që e kam mbaruar, po ka shokët e mi kanë në tonë ke shtëpia. Tani se si edhe kësaj të rrezie nuk i dihet, por që për momentin është pak e vështirë. Kemi mjell një dylym me gjysmë qep. Prodhimi si vjet krahasim me vjet është gjys për gjys. E para koha, e dyta helmet, skadura, edhe farat nuk janë fara që ekzistojnë. Neve vjet par vjet i kemi marrë 100 kuintal dylymit, si vjet si marrë as 5 kuintal dylymit. Nuk të del, që kjo çdo javë do spërkatje, punëtorin do marrësh, ne po të turojmë vetë, si po, nuk ka rendimentin e duhur, as gjys për gjys nuk del. Farat janë skadura, vinë shumë të skadura. Edhe kur e shesin sa me zi shesin, do rinë 2 orë të tregtarët, që kjo i shu, ka raste ta kthen dhe malli, në bën gati ta kthen. Kemi sime të kënaqur, dhe për shkak të kohës dhe fidanën që marrim, se kështu janë fare të përzira. Kosa me çmime që janë këto me 500 lekë s'na leverdis, se janë kosa të mëdha, jo spërkatja që janë këto, gjitha me radhë. Kështu që, po e shesim, që të bëjmë, këto kushte kemi. Neve vjetet tujtë i shisim nga 10 kuintal, nga 15 kuintal në ditët, si vjetë sa me zi shesim 4 kuintal, 3 kuintal se hy shumë malli jashtëm. Ai tregtari që na merr në prerë mallin thotë që ka mall tjetër është më cilësor ai jashtëmi, më lirë, jo më cilësor, por është më lirë. Edhe kështu që neve punojmë kot. S'ka gjë. Këtë cilësi kemi në si vjetë, është cilësi e kështu kjo? Rrofsh, ja u shtop zoti juve, ju dhanë zoti fuqi. Edhe juve të mirë, Dhe juve këtu apo jashtë. Shkoj zoti se ne s'dim ç'a bën Po që ata mirë ne këtu punojmë, po pas avash. Po kjo ke cilësi e patates dhe çmimi, me të thëna kemi se edhe nuk flasin dot me saktësi, thonë që hyn nga jashtë dhe me një çmim më të favorshëm për klientët, kështu që vritemi ne, prodhuesit që jemi direkt. Kështu që se mund të shikohet nga instancat shtetërore, kjo bën gjatë mirë. Faleminderit juve. Po. Po, njëkohësisht kam dhënë çik kafe. Unë jo këtu për momentin këtu e kam, pa ata që janë atë.
tjetër, ai doli tjetër. Kush është ai kështu që nuk e? Hajde sa të thotë karosari. Një sekond. Konkuron gjithmonë tregu jashëm. Kështu që tregu brendshëm do dhe mallësor, dihet ai punë, cilësor duhet. Se kur e blen tjetri, e blen me lek. Ja mundohet jam një që. Hajde ti. Jo. Ajo do flak. Do të thotë, filloi e reja. Po vjen. Po hoja duke. Me shok me mikse kështu pastaj. Ose si kapitane se ka planë po. Sa ai që. Po. Afroj. Ajo të vishë ka. Kush është ajo? Ne duhet ta filmoj që filloi prodhimi i po shitet, po kjo ti pato za pa gjema, ti të gjithë në fal. Jo, janë na 7 tonë. Ja.